Gati? Ha, Po shkon? veç pak. Ku po shkon se nuk jem gati. Je kësa kuzin. A jena shtash? Po shkon? Okej. Mimnoma që ku së ndëruar, jemi këtu në sheshin e Podujeves, ku vimi nga exit polli, exit polli apo krizi polli, këtu nga sheshi Podujeves ku jem ballafaqu dy kandidatët tanë, Shpëtim Bulliqi dhe Ekrem Hyseni. Gjithsesi Shpëtim Bulliqi ka marrë 20.282 vota, kurse Ekremi ka marrë 18.845 vota. Ky exit polli jon fakt e të regon shumë qartë sakt sa jenë kon burra sa gra. Do të thotë, jenë kon 2345 burra me musteqe që kanë votuar për Shpëtim Bulliqin, kurse kanë qenë 245.827 miza, na falni se miza, kurse pa musteqe kanë qenë 247.521 për Shpëtim Bulliqin. Kurse për Ekrem Hysenin ka qenë 2.345 me musteqe, kurse kanë qenë 1.727 pa musteqe. Për Shpëtim Bulliqin, gratë martume kanë votu 8.947, kurse gra pa martu kanë votu 5.635. Kurse për Ekrem Hysenin, gra të martume kanë votu 7.947, kurse gra pa martu kanë votu 2.831. Ka pas 32, për një qashtu, si ka pas rana s'ka mujt me dalë. Për Shpëtim Bulliqin, femna të fejume kanë votu 2.375, kurse pa fejume single kanë votu veç 1.500 femna single. Kurse për Ekremin, femna të fejume kanë votu femnat fejume kanë votu 2.354, kurse femna single ka votu veç 751. Femna që rrinë në kafeteri për Shpëtim Bulliqin kanë votu 825, kurse femna që rrinë në shishe për Shpëtimin kanë votu 245. Kurse për Ekremin, femna që rrinë në kafeteri kanë votu 147, kurse femna që rrinë në shishe kanë votu 2.354. Atëherë, për Shpëtim Bulliqin kanë votu edhe ata që kanë nervoz. Po, për Shpëtim Bulliqin kanë votu 524 nervoza, kurse kanë votu 354 njerëz të qetë. Kurse për Ekremin kanë votu 3.000 nervoza e kanë votu 200 njerëz të qetë. Gra me vihra që në shku në votim, dhe më thonë vihrën për krash, për Shpëtimin kanë votu 2.100. Kurse për Shpëtimin, gra me vjehra që kanë shkue për krahe kanë votue 2.147, kurse veç gra pa vjehra ose vjehra vetë kanë votue 175. Për Ekremin, gra me vjehra, do më thonë, kanë shkue në 757, kurse gra veç pa vjehra vetën që kanë shkue në 2.357. Po, qka është një e veçantë në qytetin tonë që kanë votu edhe ata me hemoroide, po. Këty në vi përshëndesim me duar tërkitje se nuk është kalaj në ato gjendje me shku edhe me votue. Këta kanë shku edhe të nga, fakt se të hes nuk mënën se ka pak aty e. Me hemoroide për Shpëtim Bulliqin kanë votue 7.147, kurse për Ekremin kanë votue 8.145. Pishmona, të na kanë votu edhe pishmona, dhe me thonë në shesh u konë për Shpëtimin, atje ja ka fut Ekremit, ose këtu në shesh u konë për Ekremin, që shpeshin edhe sheshin, u konë për Ekremin, atje ja ka fut Shpëtimit. Pishmona, për Shpëtimin kanë votu 18.145, kurse pishmona për Ekremin kanë votu 7.941, e gjys, se një nuk u konë tamën. Kurse Vezveseli, të na kanë votu edhe Vezveselit. Vezveselia për Shpëtimin kanë votu 847.000 Vezveseli, kurse për Ekremin kanë votu 175 Vezveseli. Gjithsej 20.280 vota për Shpëtimin, 18.405 vota për Ekremin. Atëherë shikus të nderuar, Shpëtim Bulliqi është fitus, kurse Ekrem Hyseni është fitusi i dytë. Atëherë e këshyrim edhe rezultatin, Shpëtim Bulliqi ka fitu 20.282, që atë bëtë dilkrinaj? E shtash mirë, po, atëherë Shpëtim Bulliqi ka fitu 20.282 vota, kurse Ekrem Hyseni ka fitu 18.845 vota. Kryetarit i thojna prej necit mja dal e me punu qysh na ke premtu. Ha, qau, nale rryma, hajt natën e mirë.